Yjet e kombëtare së Kosovës kanë zbarkuar sot në Prishtinë. Federata e Futbollit të Kosovës e ka publikuar një video ku shihen disa prej futbollistëve kryesor të Dardanëve që kanë përfunduar në hotelin ku akomodohet zakonisht kombëtarja. Rimblidhemi në shtëpi, aty ku rreth zemra jon, në Kosovë, shkrui shtëpia e futbollit kosovar. Futbollistët u pritën nga kryetari i FFK-s, Agim Ademi, dhe nga drejtori kombëtaresh Muharrem Sahiti, ndërsa u takuan edhe me selektorin Franco Foda, i cili paraprakisht sot e mbajti një konferencë për shtyp. Kosova do të luajë të njëjtën me Slovakinë në gjysmëfinale të play-offit të botrorit, ndërsa eventualisht do ta luajë finalen e madhe në stadiumin Fadil Vokri, me fituesin mes duelit Turqi-Rumani. Dardanët do të përgatiten në 3 ditët në vazhdim në Kosovë para se ta marrin rrugën drejt Slovakisë, ku do të shkojnë për ta bërë historinë. Mbrojtësi Bujar Plana ishte një nga lojtarët e grumbulluar nga trajneri Sylvinho për duelet e play-offit të botrorit. 24 vjeçari zgjodhi të përfaqësonte ngjyrat kuqezi pas ftesës marrë, edhe pse më parë ka luajtur për të rinjtë e Kosovës. Kjo gjë nuk ka ngelur pa u komentuar edhe nga trajneri i Dardanëve, Franco Foda, i cili u shpreh se prej kohësh e kishte ndjekur planën. I kemi parë ndeshjet e tij dhe sigurisht se deri tani kemi vendosur për grupin e lojtarëve që kem, secili ka kontribuar që të arrijmë këtu ku jemi dhe secili është i rëndësishëm për pozicionin e tyre. Për lojtarin në fjalë, nëse ai ka vendosur për Shqipërinë, atëherë është vendimi i tij. Gjithnjë e kam thënë se kur luajnë për Kosovën, lojtarët duhet të luajnë me zemër, vazhdoi trajneri i Kosovës.